e ndjekim marrëdhënien Egli Gjesi me shumë kureshtje, jo vetëm ne nga kjo studio, por natyrisht edhe publiku, kështu që fan klubi ka arritur të marrë disa opinione të disa qytetarëve në rrugët e Tiranës. Përpara se të ndjekim materialin, do doja të falenderoja Monikën dhe Visianin. Faleminderit shumë që ishit me ne në fan klub, u kënaqëm shumë. Të ndjekim tani klipin së bashku. Për çiftin Gjesti Egli, çfarë mendimi ke? Të dy u tallën me njëri tjetrin. Ata nuk janë qift. As kanë qenë, as isha të bëjnë vetëm lojë. Ka mashtrime aty. Kush mashtron? Egli, nuk bëhet dashuria me zor, dashuria bëhet me të lindur. Mirë të zeqëm. Gjesi tha që nuk e dua të tha, po kodjon që se kthej më mrap. Kjo është nona, për tjetër s'tem kjo, ajo është futë e vrapit. Egli mendoj është përdorur nga Gjesti. Egli shumë gocë e mirë. Të pëlqen të shohësh bashkë Gjestin dhe Eglin? O i qikë si dredhara kjo. Për mendimin tim dhe jetë super qift. Ja, nuk është qift. Pak nga ana Gjestit është shumë i sinqert që s'ndjen gjë. Egli do Gjestin. Gjesti nuk e di, është pak enigmatik. Po është njeri shumë i mirë. Më vjen keq më shumë për Eglin nga që i shkoj shumë kohë mbrapa, por edhe për Gjestin që nuk diti ta shfrytëzoj gjithë dashurinë që kisha për të. Egli është shumë tinzare. Ka ardhur vetëm me tendencë që si ta injoroj atë. Po, në asnjë mënyrë nuk e injoron. Secilin në punë të vetë janë të dy të mirë, po do nuk përputhen. Nuk kanë lidhje, më duket. Janë simetri njëri me tjetrin. Grindet i kanë tona, ke parasysh, këtë normale. Mbas Big Brotherit që mbaron, nuk kanë lidhje dhe nuk do shikohen fare.